Importuesit shqiptar të verës nga Italia po përballen me një krizë të papritur fiskale që nga fillimi i vitit 2026, si pasojë e një ndryshimi administrativ në shtetin fqinj. Problemi lidhet me aplikimin e aksizës së diferencuar, e cila sipas ligjit shqiptar favorizon prodhuesit e vegjël me një tarif deri në 4 herë më të ulët se ajo për prodhuesit e mëdhenj, ndërsa për prodhuesit e vegjël aksiza luhatet midis 32 dhe 42.6 lek për litër. Mungesa e një dokumenti vërtetues po detyron doganën shqiptare të aplikojë tarifën maksimale prej mbi 106-128 lek për litër. Shkaku i këtij ngadalësimi është vendimi i institucionit italian ICK-RF Masaf në dhjetor 2025 për të zëvendësuar vërtetimin zyrtar të prodhimit me një vetë deklarim nga ana e kantinave. Ky ndryshim ka krijuar një vakum ligjor në pikat doganore shqiptare, pasi vetë deklarimi i subjektit privat nuk pranohet si provë mjaftueshme për të përfituar lehtësimin fiskal. Edhe pse malli dhe prodhuesi mbeten të njëjtë, ndryshimi i formatit të dokumentit ka bërë që importuesit të paguajnë kosto shumë më të larta, duke dëmtuar konkurrencën dhe financat e tyre. Për të zgjidhur ngërçin, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka nisur komunikimet me ambasadën italiane në Tiranë, duke propozuar njohjen e vërtetimeve digjitale të dërguara përmes postës elektronike të certifikuar. Dogana shqiptare kërkon një konfirmim zyrtar se ky format është ligjërisht i barazvlerëshëm me firmën elektronike sipas legjislacionit italian. Megjithatë, vonesat në marrjen e këtij konfirmimi po vijojnë të rëndojnë mbi bizneset shqiptare, të cilat gjenden në pritje të një zgjidhjeje administrative që do të kthente normalitetin në tregun e importit të verës.